Ndizet për herë të parë që është nga fillimi i luftës në Gaza pema e Krishtlindjeve në Betlehem. Për 2 vjet gjatë kohës së luftës në Gaza, gjithë festimet publike të Krishtlindjeve në Betlehem në bregun perëndimor të okupuar, ku sipas traditës lindi Krishti, u anulluan. Por pas armpushimit të fundit, autoritetat vendosen që këtë vit festimet të rikthehen me ndezjen e trurit gjigant tradicional përpara kishës historike të lindjes së Krishtit. Ishin 2 vite të këqija të heshtjes, as Krishtlindja, as puna, as turizëm, tha kryebashkiaku i Betlehemit Maher Tesra Nauti. Ne të gjithë jetojmë nga turizmi dhe ai ishte një zero, shtoi ai. Kryebashkiaku pranon se ideja për rifillimin e festimeve shkaktoi debate pasi palestinezët në Gaza vazhdojnë të vuajnë pasojat e luftës. Disa mund thonë që nuk është koha e dur, të tjerët se është e dur, tha Tezenauti. Por thellë në zemër ndjeva se kjo është gjë e dur, se për Krishtlindjet nuk duhen të ndalen kurrë. Kjo është drita e shpresës për ne. Banorët të krishterë dhe musliman pozojnë për selfie para drurit zbukuruar me zbukurimet kuqe të arta në sheshin Manger së bashku me disa turistë huaj. Rrugët janë të zbukuruara me drita të ndesur dhe tabelat reklamojnë panajeri festash për fëmijët. Qytetet fqinj, Beit Jala dhe Beit Sahur planifikojnë gjithashtu ndezjen e pemëve të Krishtlindjeve ditët e ardhshme. Hotelet që ishin pothuajse bosh për 2 vitet e fundit po marrin një rrjedhje rezervimesh nga palestinezët, nga Izraeli dhe disa vizitorë të huaj.